pesha e brendshme e këtyre zgjedhjeve natyrisht lidhet me ekonominë e 2030-s, lidhet me punën, dhe kur them puna kam parasysh të gjithë komponentët, që nga punësimi tek prodhimi, tek eksportet, tek puna e mirë paguar, lidhet me shëndetësinë e 2030-s dhe do të na duhet të ndajmë me publikun hopin e ri cilësor që kemi tani më programuar për shëndetësinë, me arsimin e 2030-s dhe me drejtësinë dhe sigurinë e 2030-s. Për herë të parë, qysh nga viti 1990, ose nga vitet 90, kur ata që nuk e di se si e imagjinojnë që mund të rikthehen, shkatruan të gjitha bazat e industrisë ushtarake të Shqipërisë, ne po hedhim themelet e industrie 3 ushtarake. Dhe në 2030 ne do të jemi një forcë industriale mes të gjitha forcave tjera të NATO-s, natyrisht në përmasën tonë ushtarake. Këto zgjedhje ne duhet t'i japim shqiptarëve partinë më të vjetër në eksperiencë dhe partinë më të re në energji. Nuk ka parti të reja që mund të bëjnë 100-ën e asaj që bëjmë dhe mund të bëjmë ne si një forcë e re. Sepse nuk mjafton të kesh një altoparlant edhe vetëm të shash dhe të denigrosh dhe të protestosh duke u bazuar tek gjysmë të vërtetat që në thelb janë gënjeshtat më të mëdha për të marrë përgjegjësi qeverisëse. Sot që mund ta shoh këtë nga eksperienca e gjithë këtyre viteve, them me vete çfarë kurajoje e pa imagjinueshme të jesh pa eksperiencë dhe të duhesh të udhëheqësh vendin, kur kujtoj veten time shumë vite përpara se sa të bëhesha kryeminist. Kështu që sot ne kemi një eksperiencë që nuk e ka asnjë parti politike, që është gjëja që quhet garanci. Dhe sot ne kemi një kapacitet në territor për t'i dhënë shqiptarëve mundësinë të zgjedhin një parti të re, më të ren e të gjitha të rejave që janë në territor. Edhe numerikisht, kjo është shumë e thjeshtë. Duke votuar një parti tjetër, sikur të bjeri zari 3 herë te 6, mund të kapësh një deputet